Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto eksperiencë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Përshëndetje dhe mirë se jeni rikthyer në Mendoj një herë. Jeni këtu me Kedin dhe në Adën, e cila po ha. Mbrëma. Çfarë po ha më? Mirë se keni ardhur në Mendoj një herë. Kam gjetur një super çokoladë. Është fondente, çokoladë e zezë, nuk ka vaj palme. Është gjëja më e sigurt që kam gjetur në supermarket. Po. Dhe më pëlqen shumë. Do? Ja. Ta përbosh? Të bëf mirë po të them unë, po nuk të bën mirë. Ti haje, po unë po ta them, të bëf. Kisha nevojë për sheqer. Mirë. Ka trupi nevojë për sheqer. Po s'kisha nga ato sheqeret e kafeve aty, kisha hongri sheqer të kafes. Jo, ajo është e shpifur. Thesh pi shumë ujë. Çike ato ajo, po me vaj të palme nuk vogla. ka nga ato mrena, po ka Ti shumë gjëra kontrollon tjera. sasinë e sheqerit që po ha me këto. Po. Je i sigurt që s'do? Edhe ti i beson asaj që lexon aty, i beson asaj Është që ka gjëm. certifikuar, është produkt që shitet në supermarkete, ndryshe s'do futej aty. Po. Ai studimet për atë janë bënë në laborator. Trupi jot nuk është laborator. Ne nuk jemi qenë në laborator, jemi qenë është njësoj si thelbi i këtyre. Ke parasysh të ushtrimet e palestrës që thonë mbaje shpatullën të izoluar. Pse se ka bë studimin në laborator? Po çunat në laborator punojnë? Jo. Po ndryshe si ta prodhoj çokoladën. Mos ha çokoladë. Po më pëlqen. Ky është problemi. Më mirë ta këto se sa ato lësh shtrydhet me 6 gishta. Nëse nuk e kuptot, po flasim për pasigurinë ushqimore, për problemet me ushqimin. Ti ke pasiguri ushqimore, unë s'kam pasiguri ushqimore. Ti ke siguri ushqimore, je sigurt për atë që ha. Me që më pyete ose më the më pëlqen, e di pse të pëlqen ajo ty? O dhe mballa. Fillon problem. Ngrem pak të shumë duke. Karma. E di pse të pëlqen? Karma është një çokoladë. E di pse të pëlqen shija e saj? Pse? Ke dëgju për high fructose corn syrup? Ta nisim me këtë, kjo është më e bukur. High fructose corn syrup. Shurup misri me fruktozë të lartë, me nivel të lartë. Ke dëgju për këtë? Po, kam dëgjuar. Okay. HFCS-ja është diçka që është në të gjitha patatinat, është në shumicën e gjërave të paketuara, në të gjitha çokoladat, në të gjitha pijet me gaz, në të Sa po pije me gaz tani? Isha marrova. Edhe sidomos me atë dhimbje në dhëmbët që kishe tash. Po do të jep sigurt. Ka dioksid karboni. Do të fillojnë dhe dhimbjet e dhëmbëve të tjerë. Jo? Po. Gjitha ushqimet, domethënë te grosha e paketuar, keni diçka brenda që quhet high fructose corn syrup. Grosha e paketuar? Të gjitha. Po ç'lidhje ka? Jo të gjitha, domethënë keni ca marka shqiptare, ato non Tigja, nga këto markat nuk i kanë. Non Tigja i kanë fasule. Sa të mirë. Çfarë është ajo gjëja që ta dish? Ti shumë kohë më parë më lodhen ca njerëz me shumë lekë dhe po mendonin me vete se të bëjmë shumë më tepër lekë. Gjithmonë këta që kanë shumë lekë lidhen në burr. Më lodhen. Ne të tjerë s'bëmi kur bash. Edhe gjetën në laborator bashkësinë perfekte të vajit, kripës dhe sheqerit, që janë të tre gjëra që i pëlqen gjuha e njeriut. Me fuqinë e kripës dhe të sheqerit, shkrirje, bashkim dhe bën diçka që e quajnë golden ratio, raporti perfekt mes kripës, sheqerit dhe vajit. Edhe e bën një formulë këtë gjë dhe e quajnë high fructose corn syrup dhe kjo është shija më e mirë në botë që mund të provoj gjuha njerëzore. Edhe këtë vendosen të gjitha ushqimet. Kjo është arsye pse brezi i sotshëm që është rrit me Nutella, për shkakun nuk mund t'i japësh një moll. Sa mirë që është ajo. Pas kam marrë madhe për Nutella, e mbam mend kur merrnin bukën, që e prisej që ishte bukë plotë e mirë, siç ka qenë atë kohë atëherë. Edhe ta ke lyë me Nutella kështu edhe hajëm. Do bukën siç ka qenë atëherë krahason me Nutella tani. Po tani shumë tolla nuk. S'ka diferencë buka. Dishti nga kavanozi sa ç'është Nutella s'ka deri këtu është sheqer. Po pse bën kot sikur s'ka ngrënë Nutella? Po kam ngrënë atëherë kur se dija. Kur hoqet dorë nga Nutella? Kur e kuptova çka ka brenda. Çka ka brenda? Sa po ta thash, high fructose corn syrup është drog. Po mirë më përballojnë atë. Drograt matën, ti nuk e përballon, është drog duhani? Është drog kanabisi? Po. Edhe duhani. Okej, duhani është diku te 2 herë më me units. Units, domethënë njësia mace e sa varësi krijon diçka, matet me nanomole.
nanomole. E di që mund të shkoj me mole të vogla, me ju çfarë molesh. E di që u shkon menja me bëmeme, bëjni, nuk ka rëndësi. Duhani që ta dish ti ka 2 fishën e nanomoleve se në krahasim me kanabisin, është 2 herë më addictive, më krijon më tepër varësi. High fructose corn syrup, kjo që sa po thoja është diku në mes. Është më addictive se kanabisi, ushqimi. Kjo është arsye pse kur ti ha patatina, të shkon menja do të hash prap patatina, dhe pastaj sapo i ha do prap, edhe pastaj do prap. Okej. Sepse i kanë hedh këtë gjën brenda. Edhe bëhet ves, edhe nuk kesh dot dorë. Po. E çan do të pastaj? Çan do të pastaj është diçka që shkaktohet nga kjo, që është fenomen që shifet 2 brezat e fundit, që është fenomeni i shëndoshjes kot. E quajmë. Ke pa ose le ta themi kështu domethënë, ka yndyrna, ushqimi natyral ka yndyrna, dhjami i mishit, ka i çdo mishi ka yndyrna, por është yndyrë natyrale, domethënë është yndyrë. Kemi të yndyrnat e mira, Po. që i gjejmë te mishi, te ajo të shëndosh, po. Ato të shëndoshin. Nuk është se nuk të shëndoshin, e kupton, po nëse shëndoshet njeriu, se edhe ariu shëndoshet. Ndërkohë që shëndoshesh, supozohet të jesh më i fortë fizikisht, duhet t'ju bëjmë ndërkohë që ju shëndosh, nuk shëndoshet robi vetëm në bark. Do e mendoj të njëri të dobët sikur si shkon fare burrë. Pavarësisht duken shumë çuditshëm. Njëri me muskuj barku. Duken shumë çuditshëm. Dgjoj, këto yndyrnat e mira nuk është se të shëndoshen. Ke shumë dieta, siç është ajo ketogjenike, që ti ha mish, ha vez, ha produkte të shëndetshme që kanë yndyrnat e mira dhe nuk të shëndoshen. Ti merr gjitha proteinat prej këtyre produkteve që unë përmenda, po nuk vë bark edhe kile. Ndoshta i vë nga këto budalliqet e tjera që përmende. HFC-t. Kjo shkakton fenomenin e shëndoshjes kot. Nuk supozohet të shëndoshet robi pa marrë dhe aftësi fizike, ndërkohë duhet bësh dhe i fort, me bë deadlift më tepër, ndërkohë që shënohet. Këtë e shihni të gjithë powerlifterat. Po më ta bësh me duke ngritur sopat e çokoladës. 2 pita balancon. Të bëj të dyja njëkohësisht. Kjo është arsye, domethënë. Këtë e shihni edhe të peshngricat. Kjo është arsye pse peshngricat janë të shëndosh, sepse një kamion, nëse të përplas një kamion, do të dhëmbi më tepër se nëse të përplas një makinë, sepse është më tepër mas, ligji i termodinamikës. Nuk supozohet të shëndoshesh nga një ushqim thjesht te barku. Edhe krahët i ke akoma skilipec, edhe nuk ke forcë. Kjo është mutacion tek ushqimet sot. Përveç sheqerit. Më bezdis fakti që janë të konservuara, por që domethënë nuk mund të jetosh në shoqërinë si e kemi ndërtuar sot pa konservime, pa faktin që duhet ta lesh të rremuar. Për shembull, Amerikanët si kanë gjetur vetëm me ushqimet konservuara ushqehen, se nuk është se e kanë në kulturën e tyre që të gatuajnë apo të marrin produktet direkt nga toka organike, të bëjnë gjellra, s'kan ata gjellra në kulturën e tyre. Edhe han fasule, konserve, çdo gjë konservë, misër konserve. Njeriu average në Amerikë është 200 kg. E ke vure sa të mëdhaja janë makinat amerikane, është se nuk mund t'i zejnë amerikanët brenda, për ne i bëjnë ishtë mëdhaja. Në për filma janë shumë elegant ata. Okej. Në për filma gjenë edhe dika 30 vjeç me muskuj e të thonë këçoni 16 vjeç të shkolla nga këto filma. Do me thënë amerikanët i kanë makinat e mëdhaja sepse nuk futen dot brenda tyre. Sepse nuk i zë brenda. Sepse janë gjigant, ka mëndër tiki në Amerikë. Kjo është arsye, do jesh. Po dhe shumë e vogël para tyre. Do jesh. Njeriu më normal në Shqipëri do ishte personi më seksi në Amerikë. Është problem, domethënë aty mos i konsidero fare, ato kanë mish laboratori, ato kanë një lloj mishi që lexon mish njeriu i inxhinieruar. Është një produkt në Amerikë. Por është i inxhinieruar, është i inxhinieruar. Thjesht desha të them, amerikanët nuk e kuptoj pse rrojnë akoma. Nuk e kuptoj. Me që ma more si shembull. Ajo është kultura që po ndjekim, ajo është kultura e gabuar. Ajo është kultura e gabuar. Nuk bëhen shumë gjërat nuk supozohet të rrojnë. Nëse një ushqim ne jemi mësuar që ta mbajnë 2 vite ose 1 vit ku dëgjon në magazin, marketi, por nuk është normale ajo. Ajo është mutacion. Ajo ka diçka brenda që do sigurohem t'ia bëj pyetje të ftuarit, që ka diçka brenda që është anti-myk. Diçka nuk e ha myku, myku ha gjithçka. Këtë gjë nuk e ha ka myku dhe po e ham ne. A do të ishte dashuria e përjetshme? Po. Është. E njëjta gjë me ushqimet e mira. Pse mos të konservohen dhe ti kesh aty? Problemi është se ndalojnë së quajtur ushqime. Unë përdorja gjalp kikiriku, kam nis palestrën ja 10 vite më parë. Dhe përdorja është futur shumë vonë si produkt. Nuk ka ekzistuar në Shqipëri. As e përdornim me këtë modën e palestrave dhe të qenurit fite dhe kujdesjes ndaj trupit edhe këto dietat ushqimore, ku ti merr ato kaloritë që të nevojiten edhe për të patur trupin në formë, është futur edhe gjalpi i kikirikut. Po sigurisht që është produkt jo i mirë, jo i pastër, që ka vaj palme, se që të raftët e marketit e shikon se si bën atë diferencën. Po ajo është vetëm një formë për ta ruajtur, se nuk prodhohet këtu. Ka së fundmi që edhe po prodhojnë në Shqipëri,
Po duke qenë se është produkt importi, edhe distanca që bën dhe kozjatja, ketë etiketa, jetë gjatësinë e produktit. Arsye pse e mora si shembull gjelbin e kikerikut është se unë përdorje sa kohë më parë, domethënë 3 vite më parë, kam përdorur se më thon nga 10 vite më parë deri 3 vite më parë të njëjtën markë, se ishte markë shqiptare. Edhe duket ndryshe, domethënë me ja dhënë si rast, duket ndryshe. Gjalpet e tjera të kikerikut janë solide, kanë diçka, janë uniforme, domethënë është njësoj si Nutella që mund ta marrësh me lug, ndërsa gjalpi i kikerikut natyral bëhet i lëngshëm sipër. Dhe duhet ta përzish, nuk supozohet të jetë aq uniforme. Që të bëhet më kremos. Ngjan më shpifur kur është natyrale, nuk ngjan aq e bukur, atë ngjyrën e bukur kështu. Ajo kishte, domethënë 2 element ose 3 element, ingredient brenda. Ajo marka që merrja unë nuk e marr dot më tash, sepse tash ka 25 element. Nuk e marr dot më. Domethënë ajo po, nuk e di a është më e lirë apo i thot dikush këtyre njerëzve, "Hey, nuk e fut akoma nitrate dhe nitrite te produkti jot." Çfarë po bën që s'po i helmon njerëzit akoma? Kanë futur dhe mendimet e tyre aty brenda? Kanë fut tabelën Mendelejev te tabelën elementeve kimike, kanë fut gjithë aty brenda. Çfarë po më thoya një gjë për piramidën ushqimore? Çfarë nuk pëlqen te piramida? Nuk më pëlqen fakti që doli kota fundit ai RFK, është një senator ose guvernator në Amerikë, nuk e di çfarë posti ka, është një politikan. Doli aty dhe thash thjesht kështu casual, keni parasysh atë piramidën ushqimore, ju a kena mësu gabimet e tha. Është mbrapçe jo. Si mund të ndodhi kjo? Të thonë, po këtë e ka ditë industria fitnessit gjatë gjithë kohës, domethënë shteti, unë ju them shteti të jep argumenta pse nuk duhet të hash mish, pse se ka shumë kolesterol aty brenda. Po e para njëri i ka thuja tigrit, e dyta kolesteroli është materiali i cili përbën trurin. Nuk duan të keni tru, është shumë e thjeshtë, kupton? Aty të thotë hash shumë pak mish, te pjesa e poshtme e piramidës ishte buka. Që po ta shohësh historinë është ushqim sklevrësh. Është arsyeja pse ja shtyn njerëzve hani buk, sepse është mirë për ju, sepse janë sklever. Prandaj piramida doli kohët e fundit nga autoriteti amerikanë, thjesht tha casually ju a kemi mësu gabim. Ju a kemi mësu me qëllim me zor në shkollë mrapsh. Pra nuk duhet ham buk, sepse është për sklevrit. Jo se nuk duhet ham, njeriu, domethënë si shqiptari, për shkakun që ka bukën shumë në kulturë. Ne tash jemi në fazën që nuk do të bëj gjë më, sepse e ka hëngër dhe babi dhe gjyshe, dhe strogjyshe dhe kastrëgjyshe. Po, dhe ka qenë gjë shumë e thjeshtë për të bërë. Po, është kulturë sepse është populli i varfër, njësoj siç është kultura e peshkut, edhe nuk ja thot kush. Është studimi ime, pa kanë bërë më përpara. E ke parë sa është kila e peshkut në treg? Tani është shumë. Duket ushqim për sklevrit? Tani është shumë, sepse tash është demokrasi, kapitalizëm, po që peshku supozohet të jetë falas. Supozohet të jetë falas? Peshku supozohet të jetë falas, prandaj është kulturë në Kinë. Keni parasysh kinezët që hanë dhe buburrecin? Kjo ndodh nga Mao Zedongi, dikush që ka ardhur para tij, nuk e maj me emrin tash, që i ka tha të gjithë për bukë, kështu që u detyruan të hajnë buburreca. Edhe prandaj është kultura e peshkut e që përhapur në vende të varfra që kanë vujt shumë edhe kanë qenë sklever, edhe prandaj hanë peshk në kulturën e tyre. Jo se të bën mirë peshku, është ushqim skleversh, sepse mund të hedhësh rrjetën edhe të kapësh 200, nuk është si lopa që duhet ta rrisësh edhe të kujdesesh për të. Edhe rrjetën kap 200, nesër vjen edhe rrjetën kap 300 tjera. Është ushqim falas. Okej, se ka shumë sasi. Tash mund të themi prapë njëjtën gjë që kinezët kanë brez mas brezi që e han. Tash është mësuar trupi i tyre me salmonellë. Po çokoladë ndërkohë. O mirë, po se futen mendimet tani. Pa dashje, unë të thash të bëft mirë. Po rrafsh. Po. Do. Ja. Burëm. Duhet ham insekte? Jo. Thjesht po them që kinezëve tash me siguri nuk i bën dot gjë, po dikujt që është i paprezantuar atë lloj ushqimi, dikush në Afrikë, dikush që është në mod më të nxehtë dhe është në mes të Afrikës dhe nuk është prezantuar ndonjëherë me peshkun, han mish. Atë do e godiste direkt salmonellën në stomak, i njëjti peshk që nuk i bën asgjë kinezët. Varet si është përhap kultura, thjesht se të thot dokumenti aty që peshku të bën mirë, sapo doli biri botës tha që nuk të bën mirë, është piramida ushqimore mrapsh. Gjithçka që dini deri tash është gabim. Industria fitnessit që thonin ha ushqime natyrale më tepër mish, e paska pas sakt që në fillim. Ti ha peshk? Jo. Peshkun rrallë, domethënë shumë rrallë, kur e merr tavolinë. Mish të kuq, mish të bardh pule. Mish i kuq është ushqimi vetëm në botë që mund të jetoni vetëm me atë dhe me ujë. Edhe mos tani asgjë tjetër. Nuk ka asnjë perim që mund ta zëvendësoj atë. Kushdo që është vegan ose vegetarian duhet të marrë, nuk e di a dini këtë, domethënë para se të vendosni me qenë vegetarian duhet merrni edhe suplemente ndërkohë për të zëvendësuar atë që do kishit hëngër me mish. Po të ishit normal. Domethënë një super dietë do ishte vetëm mish edhe ujë. Jo super dietë, do duaj. Nëse do të jesh i fortë. Do duaj
Fun fact, nëse doni të humni peshë, domethënë duan dhe perime, duan dhe fruta. Nëse doni të humni peshë, ka ca ushqime që prapë nuk e pranon shkenca kat, por nuk janë të gjitha kaloritë njësoj. Kaloritë njësoj numëroni aty, por nuk janë të gjitha njësoj, ka siç ka ndryshim mes fruktozës dhe glukozës. Ka ushqime si të jap ca raste, selino edhe mbyllim pastaj. Selino, po. Selino, shalqiri, kastraveci, sallati e shile, spinaqi, brokoli dhe domati, apo jo të gjitha llojet e domateve. Këto lloj ushqimesh kanë shumë pak kalori për gramaturë. Shumë pak, domethënë shalqiri dhe kastraveci janë 90-95% ujë. Shalqiu ka shumë sheqer. Po, është fruktozë. Që po toja, nuk është sheqer Nutella, nuk është sheqer si i procesumi i kafes. Është njësoj si sheqeri i mjaltit, që direkt të bën, nuk të bën me bark, mjalti. Këtë bukur ishte kjo, mjalti të bën. Ajo që po përpiqem ju thonë është se këto ushqime që ju përmena, mund t'i kërkoni, domethënë kanë aq pak kalori për gramaturë, saqë trupi, sidomos nëse jeni të shëndosh, nuk funksionon të dikush që do me humb 5 kg që i kanë game. Nëse ke 30 kg për të humb, ndërkohë që i han këto ushqime, jo se do humni peshë me kalimin e kohës, do humni peshë ndërkohë që e han, sepse selinoja ose shalqiri kërkon më tepër kalori trupi me përtyp dhe me djeg stomaku. Shalqirin se çka kalori shalqiri vet. Kështu që teknikisht mund të themi që ka minus kalori. Ka ushqime me minus kalori. Nëse doni të dobësoni. Çfarëdo që të zgjidhni për të shëndoshur ose për të dobësuar, një gjë është e sigurt që në Electromagic do të gjeni pajisjet elektroshtëpiake më të mira për t'i bërë gatimet tuaja, me pajisje premium nga KitchenAid, Teka, Miele, kështu që përjetoni eksperiencën me Electromagic. Eurocall Service, kompania lider e gjeneratorëve në Shqipëri, të pranishëm prej 35 vitesh në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi, ata garantojnë energjinë kudo që jeni. Eurocall Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Faleminderit që na mbështesni. Falenderojmë Klinikën Europiane të Syrit që mbështet gjithmonë programin ton të preferuar. Mendoje një herë, Klinikën Europiane të Syrit e gjeni te komuna e Parisit me në krye okulistin më të mirë në Shqipëri, doktor Kastriot Boriçin, për çdo problem që mund të keni me shikimin tuaj apo ndërhyrje të specializuara. Faleminderit Klinika Europiane e Syrit. Jetoni më zgjuar me Smart Home Albania, teknologjia që ja bën jetën tuaj më të lehtë, kontrolloni çdo pajisje nga kudo ndodheni nga telefoni juaj. Fare thjesht me Smart Home Albania. Me Simac Albania keni akses në makineri industriale të avancuar për punimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider europian. Instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investo në performancë. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Rikthehemi në studio në Mendoje një herë, nuk jemi vetëm, sot flasim për sigurinë ushqimore nga mishi, i cili gjithmonë e më shumë po mungon në tryezat tona, të domatet që janë aq perfekte sa për të bërë vetëm foto Instagrami, se sa për të konsumuar. Çfarë ka sot në menu? E diskutojmë me të ftuarin ton, Granit Sokolaj, mirëmbrëma, gazetar dhe drejtues i qendrës Alert. Kënaqësi që ju kemi. Kënaqësia ime. Çfarë po ham? Gjithçka të mundshme si gjithë. Sigurisht, nëse nisim bisedën me çfarë po ham, është vështirë ta thuash problemet. Kështu që nëse do t'i ndanim një nga një, pastaj mund të veçojmë diçka. Çfarë po ham ne? Ham pak a shumë si një qytetar gjerman, si një zvicerian, italian, serb apo turk. Pra, produkte edhe shumë të sigurta, nuk flas për cilësinë në këtë rast, por sigurisht edhe produktet pa sigurta. I zuar shembull vendet BE-s dhe jo BE-ja për shembull. I kemi gjithë llojet, po thua. I kemi gjithë. Pra frika që ka konsumatori nuk është absurde, është e justifikuar deri diku? Her pas here me sa shoh në rrjetet sociale, fatmirësisht i shoh shumë pak opinionet e njerëzve për këtë çështje. Deri diku është absurde ose perceptim jo absurde. Kanë drejt me problematika që shfaqen her pas here, kanë drejt të jenë të panikosur, por absurde nuk do thoja, por deri diku edhe e justifikuar. Po me që thua perceptim, shumë prej nesh shprehen që domatet nuk kanë shije. Duket sikur ha dru. Sa e vërtetë është kjo? Edhe shija është perceptim, varet çfarë shije do doje të ishin domatet. Domate? Po sepse domate janë, po kemi po them kod 200 lloje varietete domatesh që kultivohen ose që importohen, prodhohen këtu apo që importohen. Po të ndihet ajo aroma, të ndihet aciditeti, ai lëngu. Jo si kastravec. Jo, po kur e ke ndier? Kur e kam ndier? Me thënë të drejtën, po t'i futem kujtimeve të fëmijërisë,
unë jam rritur në fshat edhe daja im mbillte domate, kështu që dita bëj diferencën. Po, ti nuk je datlinja 60, as 70. Jo, jam Kështu që i bie në feshtate. Kështu që Po ama brezi i prindërve tanë edhe më të mëdhenj dhe i gjyshërve bëjnë diferencën. Serioze, ka shumë njerëz që thonë jo domatet e para 90-s apo ushqimet e para 90-s. Spari para 90-s unë nuk e mendoj fare që ka pas siguri ushqimore më të lartë se sa sot. Para 90-s flite për të shtuar prodhimin, për të arritur rendimentin të fermave, nëse nuk e arrinte që të kryetari drejtuesi i fermës apo tjerët mund të rrezikojnë edhe burgun, por aty flite vetëm për rendiment dhe sasia se çfarë hidhe edhe paktën plera kimike për të shtuar prodhimin ishte e pamat. Sigurisht ka pas ekspert mirë në atë kohë, por nuk ishte kujdesi i sotëm në raport me sigurinë ushqimore. Ka pas prodhim më pak, patjetër, import Po ishte cilësor fare, por cilësor dhe cilësi dhe siguri ushqimore ndryshojnë. Cilësia është ajo shija që thon ju, varet nga varieteti, Dhe nga efekti që toka, t'jep në nga organizëm. pleku, nga pleku është cilësia ajo. Siguria është efekti që t'jep në organizëm, siguria ushqimore. Cilësia është perceptim. Sepse ti cilësinë e thua me çfarë ujë është vaditur kjo domate nëse do flisnim, ajo varieteti që thua nuk ka shije të dikurshme, por siguria është tjetër gjë. Siguria është që produkti mund mos jetë fare i shishëm, por është i sigurt. Ka më shumë mundësi zgjedhje, ka më shumë varietete, po në cilësi prap njerëzit janë dyshues. Po të marrim dhe rastin e Nuk dua ta ngatroj cilësinë me sigurinë. Siguria është siguri ushqimore. Produkti jo cilësor nuk do të thotë që është i pasigurt, ose një produkt i sigurt nuk është. Marrim qumshtin për shembull. Bëhen manipulime të qumshtit që shitet në market? Tek qumshti jo, te non-produktet po. Te qumshti është i freskët jo. Po thua për kosin, djathin? Nuk po them për kosin, kryesisht për salcat, për gjiza, këto mund të kenë shtesa ushqimore. Në shumicën e rasteve, kryesisht në dyqane bulmeti, në supermarketet tona që fatkeqësisht vazhdojnë të tregtojnë të hapura pa një etiket, pra ne mund t'i blejmë me kilogram, aty mund të ketë dhe ka manipulime, ose ka shtesa ushqimore që janë të lishme për të përdorur, por që duhen detyrimisht të deklarohen etiket. Dhe ne nuk e dim që një salcë, që në zhargon quhet salckosi, por nëse ka shtesa të tjera nuk duhet quhet salckosi, vendosi emrin si duash, salcë përbër apo ku diun se çfarë. Nëse ka vaj palme ti duhet ta deklarosh që ka dhe sasinë që ka. Sepse ti si klient, si konsumator duhet ta dish çfarë po lçon në shtëpi. Pra ti po thua që qumshi që shitet në market nuk ka shumë shpjur brenda, edhe pse ai po ta mbash në frigorifer, reziston mbi 2 muaj? Unë nuk di që qumshti i freskët, se varet tani çfarë Tetra Pak unë nuk konsiderohet qumshti i freskët. Qumshti i freskët është ai në bidona plastik që nuk shitet më. Që shitet masivisht nëpër markete, që është 1.4 litra të kompanive tona, ai është i freskët. Nuk quhet qumsht bio. Po edhe ai reziston më gjatë. Ai ka afat kadencën e mos gaboj 10 ditë. Dhe pastaj plastik, me shishe plastike. Po, shishe plastike, kurse Tetra Paku ka 6 muaj afat kadencë. Qartë, po të marrësh qumësh lope, që ta sjell ai fshatari apo katonari, quaj si të duash. Njëri i mirë, gjithsesi, nuk e merr fermer. Me shishe kola, me tap fanta. Me shishe kola. Çon si ka, me atë që ju ndodh. Shishe plastike. E merr, e zjen, ndihet aroma e qumshit, krijohet ajo cipa, ajo ajka sipër, që është yndyra e qumshit, dhe pastaj e ruan, e merr, e bën kos ç'të duash. Ndryshe nga ky qumshi që ti e blen në market, që është ujë. Edhe dhalla është më e mirë para asaj. Tani po flasim prapë me perceptime në Po me perceptime, ky emision bazohet vetëm në perceptime. Jo, shumë mirë. Nëse e merr qumshin e fshatit, të fermerit, pra. Shiko, duhet ndajmë e para fermerit, nëse fermeri është ai që prodhon me sasi të mëdha, që ka 500 lop, 200 lop, 1000 lop, 50 lop dhe punon në mënyrë të organizuar, fermeri është edhe ai që ne i themi në zhargon fshatari, ka 1 lop, 2 lop dhe na shet në të rruga ose na bie të dera. Ai është më i sinqert. Ai nuk është as pak i sinqert për të qenë shumë i sinqert on me ju. S'është njëri i mirë? Jo, ai mund të jetë shumë i mirë, por në raport me biznesin që bën, sa atë biznes ka, nuk është as pak i sinqert. Sepse unë dhe ju nuk e dim nëse lopa ka qenë e smur apo jo. Nuk na e thot. Nuk na e thot nëse lopa është mjekuar me antibiotik. Po pse s'na i thot këto? Sepse në qoftë ai do thoshte që lopa është mjekuar me antibiotik dhe ty qumshit reflektohen antibiotikut reflektohen qumësht, ti nuk do ta marrësh. Qumshti i një nate më përpara nuk i thartohet atij. Ose edhe qumshin që e le gjithë ditën në diell nuk i thartohet, pra i ka hedhur diçka. Flas për qumshin pa llogaritur pastaj në çkusha është miel. Edhe ky është perceptim.
Jo, absolutisht jo. I ka hedhur diçka? Po ndryshe do në 40 gradë në temperaturë diellin trotuar do të thartoj. Ta kanë frigorifer, i mbajnë aty. Në diell në trotuar s'kan pa frigorifer, përveç marketit. Jo, më se shitet shpejt, nuk është se i mbajnë gjatë. Ai del që në orën 6 të mëngjesit do ta vërtetojmë bashkë nesër mbas po patjetër, po unë pa punë. E vërtetojmë lehtësisht. Dalim. Un kam punë, po do ta gjej kohën për ta vërtetuar. Faleminderit. Dhe pra, shisha me cilin ta sjell. Shisha mund të jetë kola, tapa, fanta. Ku është marrja e shishe? Si është dezinfektuar? Po që nga viti i ri. I ka patur, ka pirë, fanta, kola. Ato shishe një përdorimshme, në fakt, nuk janë për shumë përdorime, shishe plastike të ujit apo qumshit apo. Po çon si ka qumshi i mirë aty brenda. Po nuk mund të jetë i mirë pra, për sa kohë ai ka marrë një shishe në kazanin e mbeturinave, e ka. Njerëzit vazhdojnë të blejnë aty. Po shumica e këtyre problemeve mund të zgjidhen me zjerjen, problemi i baktereve dhe mos dezinfektimit. Po sporët antibiotiku jo, antibiotiku jo. Është Dakor, antibiotiku jo. Po ngarkesa mikrobiale që rri gjithë ditën diell. Po këto studime dhe pastaj doja të dilja tek pjesa pse nuk prishet ky tjetri. Sepse pasteurizimi dhe gjithë proceset për të hequr ngarkesat mikrobike të qumshtit bëjnë që ai të ketë më pak mikroorganizma. Pra të dëmshme flas gjithmonë që e thartojnë qumshin shpejt. Flas për qumshtin. Pastaj po të hym kosit e tjerave gjitha kështu shkon ose ku ka probleme apo ku nuk ka probleme. Po sa si e kalciumit që ka, se edhe kur bëhet krahasimi i brezave prap, prindrit tanë thonë që janë rritur me produkte shumë cilësore. Duke nisur që nga qumshti, kanë më shumë kalcium në trup, janë më të fortë, përballojnë situatat më mirë, ndërsa brezi sot janë kështu zingor lajlaj, vetëm nga gjërat që hanë dhe pinë. Shikon, nëse do flasim për dy lloj standardesh, dikur fermat e kafshëve ishin më të vogla dhe një pjesë e madhe e kafshëve të paktën në zona malore dilin në natyrë. Dhe sigurisht ushqimi që merr një kafshë në natyrë, po themi lop apo dele, është më i mirë se sa në raport me cilësinë. Jo, kjo nuk lidhet me sigurinë, vetëm me cilësinë, mund të jetë më i mirë se sa një produkt i një lopi që rritet në stall, në regjim stallor. Se më thënë një kolegju ajo më pyeti një herë, si ka mundësi që kemi kaq shumë dhe nuk është kafshë rrugëve, lop rrugëve. Tash atë nuk rrin as në semafor, as nuk kërkojnë autostop, as nuk shihen buzë autostrade. Lopët janë në stalla, 800-500-1000 lop, që prodhojnë minimalisht 30 litra qumësh në ditë dhe janë në regjim stallor. Pra nëse do krahasonim, sigurisht do kanë recepturat e veta, të ushqimit e tjera për të rritur sigurisht për pasur dhe shëndet mirë, për të rritur prodhimin. Sigurisht do thoja që një kafshë ushqehet në bjeshk, për shembull, ka qumshin më të mirë, më cilësor. Po ta gjejmë atë, po duhet ta sjellë ky fermeri pra që po flisim. Ku do ta sjellë? Ai që po e marr në bordë i jep koncentrat. Se koncentrat. Pse ku ushqehen lopët, po edhe te kazanët e mbeturinave. Keni pa ju besoj foto ose video që ushqehen lopët te kazanët e mbeturinave? Pjesë e rrethinave të Tiranës ose qyteteve tona janë. Çfarë qumshi konsumon? Unë nga industria, nga market. Nga industria? Nuk kam opsion tjetër. Nuk je nga ato rastet që porositën për rrethe për shembull produkte ushqimore? Un kam, po jo qumësht. Po çfarë merr? Un marr mish kryesisht. Ku e merr mishin? Kryesisht e marr në tropoj. Në tropoj. Po gjithmonë me të njohur, me mikë e tjera. Por pse nuk e besim të mishin në dyqan? Kam shumë pak për shumë arsye. Por unë e marr përpiqem, askush nga ne nuk i shpëton dot prodhimeve që edhe mund të kenë probleme ose të manipuluara. Por ku ka mundësi? Probleme dhe të manipuluara janë dy gjëra të ndryshme. Po një problem është për shembull nëse flasim për manipulim, flasim për atë salcën e kosit që përmendëm që mund të ketë vaj palme pa e ditur ne, ose mozzarella që nuk kalon fare nga qumshti buallicës dhe as i lopës, por çfarë kemi ne me mozzarellën? Po a pica me mozzarella? Është produkt importi, s'bëhet prodhohet në Shqipëri sa duash. Mozzarella prodhohet në Shqipëri? Nëse quhet mozzarella, Po, mozzarella. Po në etiket mund të quhet mozzarella, po në brendësinë. Në brendësinë e tij mund mos jetë mozzarella, se nuk ka qumësh fare, ka kazeinë, proteinë, qumshi ose hire dhe vaj palme. Tabele po fiks. Dhe këto ti han në pica kryesisht, në produkte të gatshme që merren në restorant. Dhe duhet ta shmangim këto produkte? Nuk mund të them se jo gjithë restorantet e mundshme punojnë në këtë mënyrë ose pizzeritë e mundshme, por e mirë është që domethënë nuk dua të kaloj te nutricioni, se nuk është fusha ime dhe nuk di, por të ushqesh në meqense të përmenda pak mishin. Kedi ka një teori vetëm për mishin. Unë desha do të thoj një herë vetë të studimi, po të vetë studimi që në këtë kohë është i centralizuar, domethënë vendos dikush shumë lart se ç'a duhet pranohet dhe ç'a nuk duhet pranohet. Te vetë studimi, zakonisht kam vurë që studimet anojnë me anën që e pagoj studimin.
Kështu që më të dhënë një rast për shembull kompania Nestle ka financuar në masë se sa anti-marketing i bëhet ngrënies mishit. Kompania Nestle financon doktorë që të nxjerrin këtë lloj studimi edhe të pranohet më vonë. Tash se sa i pa anshëm është ky studimi nuk e di. Unë thjesht di që e kanë financuar. Ka financuar doktor me shpërnda këtë kulturën e cerealeve në mëngjes. Tash sot e kësaj dite nëse kërkonin Google a duhet të ham mish për ditë të del jo, a duhet të ham cereale me qumësht për ditë të del po. E ka shkaktuar fit ai Nestle atë. Dhe plus për baby formula. Domethënë ka një kulturë të baby formulas që është financuar nga Nestle që në vitet 60 janë miliona deri në miliarda mase që në vitet 60 që janë hedhë në marketing me i shty njerëzve në mendje që duhet të ushqejnë bebin me baby formula dhe jo me gji. Kjo është nga Nestle, nga një kompani private që e kanë nxjerrë këtë lloj studime dhe tani pranohet. Duhet i besojmë studimit vet që thotë kështu. Dhe produktet e bebeve janë ato që kanë qenë më problematike. Qartë. Problematikat e si vjeçme edhe të fund vitit ndoshta të kaluar edhe të këtij viti me formulën me qumshin formulë bebe edhe të Nestlés, sigurisht Nestlea kishte probleme më të madh, është problem në zinxhirin ushqimor dhe nuk ka lidhje me studimin. Pra është ka çaluar diçka nga një ingredient, nga një shtesë ushqimore vaj më saktë marrë nga Kina dhe që ka kontaminuar gjithë prodhimin, por edhe unë jam i prirur të besoj që studimet e vetë kompanive kanë probleme. Nëse një studim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i Agjencisë, i Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore, siç është EFSA, unë jam i prirur të besoj këto. Disa studime që mund të jenë shumë të mëdha si kohë, si investime e tjera, sepse nuk jam i prirur të besoj. Kemi gjatë gjithë kohës studime që thonë konsumoni mish të kuq, pastaj kemi studime të tjera që thonë mos konsumoni mishin e kuq, por konsumoni mishin e bardh, kryesisht pulën, dhe sigurisht to mund të jenë dhe edhe jo mund të jenë, po janë të edhe të paguara nga vetë industria, sepse janë industri që qarkullojnë qindra miliarda euro në vit, dhe nuk jam i prirur të besoj të studime të tilla, siç edhe rastin konkret. Por njerëzit janë ndikuar sigurisht, unë jam i prirur të konsumoj mish, edhe të kuqin edhe të bardhën, gjitha llojet. Jam i prirur të konsumoj edhe drithrat në mëngjes, por jo se ma thot Nestle, por për shkak të atyre edhe lehtësisë, po edhe disa çështjeve pastaj shëndetësore në kuptimin e A mendoj që ka një lloj agjende edhe në këtë drejtim, fakti që her pas here ka patur thirrje për të mos konsumuar mish të kuq, sepse kjo ndikon te niveli testosteronit pastaj, te mënyra se si njerëzit gjykojnë situata të caktuara, sa të kthjellët janë, sa të fortë janë për të përballuar edhe për të reflektuar. Mendon që ka edhe këtu teknika manipulimi për të kontrolluar njerëzit? Është pikërisht ajo që thash, pra që janë konkretisht investime të industrisë respektive. Industria e mishit kuq, industria e mishit bardh, pra ata prodhuesi stabilimentet, nuk flas për Shqipëri, stabilimentet vogla. Çështja e Amerikës Latine, për shembull, apo e vendeve evropiane, kompanive gjithmonë flas, që kanë prodhim masiv global apo edhe amerikane, të cilat furnizojnë Kanada e Amerika furnizojnë gjithë botën me një X ose 2 lloj mishi apo drithra. Po pra, e çuditshme është Argentina, Amerika Latine po ashtu. E çuditshme është fakti që ka thirrje edhe raporte që tregojnë që numri i gjetëve po bie, nuk ka mjaftueshëm sasi mishi për plotësuar gjithë nevojat e konsumatorëve në gjithë botën, ndërkohë që McDonald's, Burger King's tjerë bëjnë namin, po. 6 milion burgerë çdo ditë vetëm në Amerikë. E hamburgerave që shesin me mish. Mish ka plot në fakt. Ka mish? Sigurisht. Ka plot, pra deri tani nuk është ndier asnjë mungesë mishi, flas globale, nuk flas për Shqipërinë. Shqipëria ajo është një pikë ujë në oqean, nëse flasim për tregti globale. Dhe ka mish pafund, ka mish Amerika Latine, ka mish Australia, ka mish Zelanda. Se kanë shumë mish ata. Ka mish sepse është industri që ata kanë bashtuar ndër vite apo shekuj, që janë investuar, që kanë hapësirat pafundme, qoftë për kullota, qoftë për ushqim për kafsh, po ashtu ka Amerika, po ashtu ka Evropa, vendet qoftë antare, qoftë jo antare të Bashkimit Evropian kanë. Pra ka mish. Po ne, për shembull, Spanja ka 47 milion njerëz, numër popullsi, dhe ka rreth 50 milion kokë dera që mbështohen. Më shumë dera se njerëz. Ka, dhe ata sigurisht nuk janë kokë deri për kokë njeriu, por për shkak edhe eksporti. Ne kemi Hollandën që prodhon maksimumin qumësht. Po në Shqipëri çfarë mishi ham? Fatkeqësisht shumica e ham importi. 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 Brazil? Edhe Brazil. Argentina?
Pra, edhe nga Amerika Latine, ham edhe mish ky që konsiderohet i freskët, pra i njomi pa ngrirë, që në shumë pak raste është prodhim vendi, pra me kafshë të rritura këtu. Ne kemi një numër shumë të madh importi kafshësh të gjalla për therje, që kemi nga Kosova, nga Maqedonia, nga Hungaria, ka një numër shumë të madh. Dhe ata pastaj bëjnë gjithë rrugë për të ardhur këtu. Po ata vinë me kamiona, nuk është problemi rrugës, problemi është që nuk është mish vendi. Qartë. Nuk do të them që është i pasigurt. Pse s'kemi në mish këtu? Po sepse gjatë gjithë çdo vitit mundshëm bi numri i krerëve, bi interesi i njerëzve për të mbashtuar kafshë, për të mbajtur kafshë. Bi numri interesi ndoshta i njerëzve për të ngritur ferma, mbashtimi viçash, por i importojnë të gatshëm dhe i therin dhe i tregtojnë. Kjo nuk bën sens. Duam të ham, nuk duam të kujdesemi për kafshët, nuk duam të prodhojmë dhe pastaj ankohemi dhe për ato që ham. Ka dhe probleme ligjore, shtypja e fshatarëve, monopolizimi, gjithçka kanë marketet e mëdha, shtypet. Kompani të mëdha thua. Do të bësh sa do pak secili për këtë. Është çmimi besoj mbi gjitha sepse çmimi i importit është shumë më i lirë sa nëse ti ke mbashton një viç këtu apo në kafshë të tjera për therje për mish. Kemi në qingja nga Zelanda e Re vinë masivisht të ngrirë. Madje edhe të ngrirë? Vinë të ngrirë me kokat e prera, ata janë gjithë një format dhe ne i konsumojmë ata edhe në dyqane, mish, pra marrim mish, edhe në ato zonat rurale kur ne shkojmë për të konsumuar një mish helli apo një mish të pjekur në saç. Pa i thot mish vendi, sidomos këto në hell. Është një vendi tjetër? Vendi do të thotë se ti po e han atë vend, por sigurisht ka edhe të tilla, patjetër që ka edhe mish vendi, por në raport me gjithë konsumin është shumë pak sepse nuk ka aq kapacitet prodhues. Numrin më të madh kafshëve ne kemi përveç tintave. Tinta kemi disi, por sigurisht pak. Ndërsa veç gjedh, pra që quhen gjedh në gjuhë zyrtare, ka pak. Ju thoni që ka mish, ndërkohë në tregun evropian, në shumë markete kryesisht në Gjermani, po edhe në Amerikë po bëhet nami, kanë futur mishin e modifikuar genetikisht, të inxhinieruar që prodhohet në laborator. Pse është nevoja për këtë? Mund të jetë çështja e teorive konspirative e industrisë për t'u çuar njerëzve, por teori konspirative ai shitet tregtohet. Por në Itali për shembull është ndaluar prodhimi. U tentua dhe u ndalua. Pse pati transformime? Kompania Bill Gates. Nuk e lejuat nisi në kuptimin të tregtohet fare. U tentua të prodhojë dhe u ndalua. Në vendet skandinave po ashtu shitet? Për të qenë shumë i sinqert nuk e kam parë si informacion nëse shitet apo jo dhe as si kam kushtuar vëmendje realisht. Di Italinë sepse unë ndjek disa media italiane që lidhen ekskluzivisht me sigurinë ushqimore. Po çdo më thënë çfarë na tregon? Mundësi biznesi. Pa shumë lodhe sepse dihet që gjithë zinxhiri i një shëndeti i mbashtimit një kafshë derisa vjen tek ne mish është shumë i madh dhe kostot dhe mënyra për ta prodhuar në laborator mund të jetë më e lehtë, por që a mund të ndodhi me produkte të tjera, me domaten, me karrotën, me kastravecin, me qepën? Nuk e besoj që çfarë nuk ndodhe. Ka mënyra të ndryshme për prodhuar perime pa qenë detyrimisht në tokë. Janë edhe ato në ujërat nuk e kujtoj se si quhen. Ujëra termale. Jo, janë në ujëra tubacioni, qarkullon tubacioni janë të mbjellura perimet. Po. Dhe rrënjët e tyre ushqehen me ushqyes të ndryshëm që qarkullon nëpërmjet ujit, i cili lëviz me pompa sigurisht. Metodat e rritjes, po. Metoda nuk se bëhen në laborator. Ja, nuk bëhen në laborator. Dhe nuk besoj se ka as nevojë për momentin për të pasur diçka të tillë. Edhe për mish nuk besoj se pati aq nevojë për pasur mish laboratori. Nuk duhet kemi frikë po thua, për asgjë. Për momentin jo, ne do të kemi frikë gjithmonë dhe të bëjmë kujdes për atë çfarë konsumojmë, ku blejmë, me gjithçka të mundshme, por për faktin që mund të jetë një mish laboratori në Shqipëri absolutisht jo. Plus se nuk ka aq prodhim mirë. Për momentin edhe në Gjermani ku kemi laborator fundja. Por kemi pak konsumuar, por gjithsesi nuk ka. Ne nuk kemi laborator që bën ose institucione shkencore për të vërtetuar se nga vijnë tumorët kaq numër kaq i madh. Po do flasim edhe për atë. A mendon me që futëm të tema e conspiracy? Unë besoj, unë zakonisht shkoj deri në hap të fundit direkt, domethënë me mendje. Thjesht e pranoj se të mirë qen. Ka dalë kohë e fundit një person nga Forumi Ekonomik Botëror, edhe dha një deklaratë që duhet t'i bëjmë njerëzit alergjik ndaj mishit.
Është vërtet kjo gjë, tha, kemi probleme mjedisore, kemi probleme me ngrohjen globale, nga fakti që ka shumë lop në mbajtje, sepse njerëzit hanë shumë mish, edhe nuk po shqip me thonë nuk po na ecën propaganda, që po themi gjithandej përshtym vegetarianizmin edhe konsumin e pak mishit, dhe kishte vendos me hedh në votim me kalu në fazën tjetër, që është kanë dhe metodën, domethënë është një simptom që quhet alfa-gal, që shkaktohet nga një insekt që quhet Lone Star Tick, në shqip i thon rriqna. Edhe njerëzit amerikan për shembull kur ka nis me u bë kjo gjë në zbatim vjen një re që është i modifikuar. Ky lloj insekti nuk e ndjek njeriu. Tash ka njerëz që kanë bë video duke e ndjek insekti, është sigurisht i programuar insekti me të bëjë një pickim, dhe pickimi shkakton efektin alfa-gal që të bën alergjik ndaj mishit. Të njëjtin reaksion siç bën kikiriku ndaj dikujt që ka alergji kikirikat, duhet më na bë alergjik. Unë them është program, domethënë unë shkoj direkt të hapi fundit, unë them kjo është arsye pse e kanë bë të shtrenjtë mishin, kjo është arsye pse na thon nuk ka lop mjaftueshëm rrotull, dhe pse një lop do mjaftonte për një familje, si më thon burri, gruaja dhe një fëmijë do mjaftonte për një vit. Ose më tepër, një lop e plot. Mishit më. Do mjaftonte? Për një vit ose më tepër. Kjo është sipas një modie. Një lop për një vit? Po varet sa mish ka dhe lopa, po sigurisht nëse lopa bën 200-300 kg mish, po themi 200 kg mish, sigurisht është mjaftueshëm edhe tepër ndoshta her pas here. Mas janë lop amerikane. Ne nuk i konsumojmë 200 kg mish në vit, kuq pak. 200 po them kot, në 365 ditë ne sa është. Besoj më pak, ka edhe raporte për këtë. Më pak sigurisht. Te peshku jemi keq. Një familje thonë. Te peshku jemi shumë më keq, se është çështje kulture në fakt. Por edhe mundësish financiare, po edhe kulturë të mos hash peshk. Po tani në Tropoj nga avion janë njerëzit janë mësuar me mish. Po, në Topod. Po se kalamar, por janë të mësuar me mish, madje edhe peshkut i thonë mish peshku. Mish peshku. Jo vetëm në Tropoj, por në shumë zona. Beson se duan të na bëjnë alergjik? Por nuk unë jam i përhyrë të besoj teoritë konspirative. Unë përhyrë të besoj vetëm ato çfarë janë mbi baza shkencore, vërtet. Të gjitha janë të mundshme, çfarë nuk ndodh, por unë nuk jam i përhyrë të besoj. Sigurisht ka një tendencë për të paksuar ndotjen e mjedisit nga gazrat e gjithçka që lëshojnë lopët në atmosferë, por nuk besoj që kjo është çështja pastaj çështja e rrishnave që më ndjek rrishna njeriu për ta bërë Po pse gjethet ndihmojnë edhe në efekti njifet në pjesën e plerimit të tokës. Ja, ka gazrat ndikojnë në mjedis. Ndikojnë më unë edhe këto nuk jam i përhyrë të besoj, sepse historikisht ka pasur kafsh në mënyrë qoftë kontrolluar, qoftë pa kontrolluar, apo rritje të lirë, dhe mjedisi ka qenë sa më larg shkosh në kohë mbrapa, aq më në nivele më të mira, më të larta se sa është sot. Që nuk është shtuar numri kafshëve, por kjo është mendim personal. Po mirë, dakor. Pse luleshtrydhet janë në forma të çuditshme? Pa shije, të bardha, duke sikur janë ngjyrosur me ndonjë boj, ngjyrë roz ose të kuqe, dhe janë sikur kanë 6 gishta. Ke mbledhur një luleshtrydhe në Malti vet? Luleshtrydhe tegra? Jo. Ti nuk e bën këto krahasimin me ato. Sigurisht nuk kam mbledh dhe kam konsumuar. Ata janë sigurisht të vogla, me një ngjyrë roz, her pas here të kuqe. Dhe shumë të shijshme, shija është e përqendruar edhe pse është e vogël. Shijshme janë tegra, patjetër janë të rritura në natyrë. Por luleshtrydhet janë një ndër produkte që her pas here kanë rezultuar me më shumë ngarkesë pesticidesh. Edhe në rasf, në eksport tonin. Si vjet çuditërisht, fatmirësisht në fakt, nuk kemi alerte nga rasf për produktet që ne po eksportojmë. Deri tani të paktën. Si të hash kasht. Por patjetër që po, ai është një produkt i mbashtuar në ser ose në ar, i rritur në mënyrë të kontrolluar në kuptimin e formulës hedhjes pleut kimik, të pesticidit, të gjithçka e të mundshme, si mollët. Ju ndoshta nuk e dini që një moll. Sa të bukura që janë mollët? Të shumë të bukura. Po ju ndoshta nuk e dini që një moll spërkatet 15 herë të paktën. 15 herë? Po. Në Korçë, në Dvoran, në Devol, apo ku rriten edhe në Dibër. Kanë edhe dyll? Me sa di? Nuk e di pse është ajo veshja si dyll, po ndoshta është një lloj spërkatje për të mos u prishur gjatë kohës kur rriten në frigorifer. Apo e bën greku më shumë. Edhe jo, promote Greqisë. Do të jemi kafsha e vetme në këtë botë që e helmojmë vetë ushqimin tonë, që mos na hajnë insektet. Po, jo, nuk besoj në botë. Çdo prodhim konvencional, se bujësia konvencionale këto ka, është i tillë. Nuk pra ty edhe kokra e mollës
po themi rritet me formulë, në kuptimin sa do që dali kilogrami me 3 kokra apo me 5 kokra moll. Po. Kështu që është formulë dhe ajo, dhe kjo ndodh në gjithë botën. Çështja është se problematika kryesore në rezultatet, pra kur ndalen pesticide në mbetje pesticidesh mbi normat, nuk po flas për të ndaluar të rasa ato s'duhet të jenë. Ka ndodhur gjithmonë me produktet e eksportit nga Shqipëria. Është afati. Po eksporti është më pak krahasuar me ato çfarë ne konsumojmë këtu, se ne flasim për eksport. Ne pranojmë çfarë do të na sjellin. Po ne nuk e dim, ky është problemi, se ne kemi një problem shumë madh me komunikimin e rrezikut nga institucionet tona. Dhe konkretisht autoriteti kombëtar i ushqimit, nëse po flasim për ushqim. Ne nuk dim se sa mostra domate luleshtrydhe janë marrë si vjet nga AKU dhe çuar në laborator, dhe se kanë rezultuar analiza, se ata marrin her pas here. Po s'kemi të dhëna, po. Nuk kemi të dhëna. Dhe ne her pas here kemi probleme me gjurmëshmërinë, ose kur del analiza ato janë shitur. Qartë, këto luleshtrydhe duhet i ham? Po, nuk do thoja jo. Ashtu të çuditshme siç janë. Po mund të ketë shumë varietete, edhe shumë lloje të ndryshme, pra fidan ose fara. Ndryshe punon një fermë, ndryshe nga një fermë tjetër çështja e mbashtimi, por mos harrojmë që sot në Shqipëri kemi edhe luleshtrydhe që prodhohen nga kompani, po vendi flas për vendin gjithmonë, nga kompani që nuk përdoren fare pesticide, përdoren atë luftën biologjike me insekte. Futet insekti në ser ose në ar, lëshohet dhe lufton pra dëmtuesit e këtyre dhe nuk përdorin. Dhe kjo është e vërtetë, nuk është teori konspirative apo reklame ime politika. Kemi vërtet produkte që nuk përdorin fare pesticide. Nuk do të them bio, se bio është fjalë e madhe, nuk ka lidhje. Nuk kanë pesticide. Nuk kanë pesticide. Po shaqiju pse është i bardh? Ose rozelet. S'është bë akoma. Sigur, po, si vjen tur fare, nuk skuqet. Mund të jetë i paftyr, po mund mos jetë pjek mirë. Mund të jetë varieteti, mund të jetë hequr shpejt, pra për çështje tregu, se kemi edhe një problem shumë të madh ne. Grumbulluesi, pikat e mëdha të grumbullimit i thon fermerit prodhuesit, më sillni një esër 20 ton shalqin saketit mbjell sepse kam çmim të mirë për ty. Dhe e heq pa ardh koha. Dhe fut në treg. Po ne nuk po ham, ne po mbushemi. Po përveç se po mbushesh me një produkt që thua nuk është i kuq, se është edhe çështje varieteti, po themi i papjekur, piqet e kurrë. Jo, më mirë të vjet marrësh ananas nga Kolumbia se sa të blesh shalqin nga... Ananasi është i shëndetshëm. Është i shëndetshëm. Më i shëndetshëm se shalqini, por po thoja që përveç pjesës që të vjen i papjekur, afati karencës është, pra nuk ka arritur afatin e karencës, kur ka hedhur një pesticid, ai duhet të ketë disa ditë që kalojnë, pastaj duhet vilet produkti. Kur ti thua ma sill nesër se kam çmim të mirë, ai e heq brenda këtij afate dhe mbetjet e pesticideve ty të rezultojnë mbi normat e lejuara, sepse nuk është absorbuar nga bima. Granit, çfarë han të pasurit? Unë besoj që çiko her pas here të varfrit po kujdesin më shumë. Han më mirë? Besoj që të pasurit nuk e kanë fare mendjen të ushqimit, e kanë mendjen fatkeqësisht kjo, nuk kanë mendjen as të fëmijët e tyre, se çfarë bëjnë, pastaj kur kujtohen usi më bëu ky fëmijë kështu, por e kanë mendjen të shtojnë pasurinë e tyre. Nuk mendojnë të zgjedhin ushqim dhe as nuk kanë informacionin që mund ta kenë shumë shtresat mesme apo më të varfër në lidhje me sigurinë ushqimore. Mund të hanë produkte importi, po që në tregun ton janë të importuara, mund të konsumojnë produkte e vendi, po që do tregut ton janë. Fazulet hyn te familje bishtajorëve që kanë vlera ushqyese në fakt. Ka të rritura me shumë pesticide, ka me pak pesticide ose pa fare. Edhe te fasulja? Patjetër. Të mërshme. Po se ndryshe nuk bëhet prodhim. Nuk e gjë natyrale. Prodhimi konvencional, bujqësi konvencionale nuk ka pa përdorimin e preparatave. Duhet bëhemi si lepujt? Që ta vetëm sallat? Jemi më të sigurt me sallat? Po edhe një qytetar zviceranë në produkte të tilla nuk ka ku t'i gjejë ndryshe, se nuk do ketë, nëse ti nuk përdor preparate, pesticide, plera kimike, nuk ka prodhim. A mendon se jemi më të zgjuar tani që po i përdorim, se ç'kemi qenë dikur? Nuk besoj që jemi as më budallë, nuk po them më të zgjuar që na kanë ndihmuar tek niveli i zgjuarsisë çështja e përdorimit të tyre. Jo, është më zgjuar që i bëjmë këto, që e përdorim pesticide. Në aspektin e zhvillimit të njerëzit po. Kam diçka që më bën tingle. Nuk ka prodhim. Unë nuk e di origjinën tuaj, nga jeni ju. Shkodran me origjinë. Po, qytet apo fshat? Qytet. Po, shko pak në diku nga Malësia. S'kaloj, shkon shtoj. Po. Edhe mbill diçka në arën tënde nëse të bëhet pa pesticide. Okej. Është e pamundur. Ti mund të bësh diçka sa për një familje të vogël për një prodhim
një mujor, po them, domate të prodhohen, të bëhen në gusht, në shtator apo në qershor edhe mbaroj. Por prodhim për industri, për të furnizuar popullatën nuk mund të kesh. Në mos. Sigurisht tani ka filluar por gjendet kjo lufta biologjike me insekte. Janë blet kastile ose insekte kastile që luftojnë dëmtuesit. Si rasti i luleshtrydhave që përmenda. Paguhen bletët për këtë punë? Po paguhen. Ka një ushtri bletësh? Paguhen me fjalë. Po i blen, nuk janë blet që bëjnë mjalt, janë lloj tjetër specie. Po blet, po. I ka bë Bill Gatesi. Dhe janë për të mos përdorur pesticide. Sigurisht ato kanë ato kostot e veta patjetër, por ka njerëz që i përdorin, importohen, i përdorin, produkti i tyre do dalë më shtrejt se sa një luleshtrydhe tjetër që është rritur në serë apo në ar me pesticide, por ti ke drejtën pastaj edhe mundësinë zgjedhësh e doktor me apo në këto vendet azjatike siç kanë edhe një luleshtrydhe që është diku te $30, mos gaboj, që shumë e veçantë në shi. Është thjesht luleshtrydhe e futur brenda një kutie plastike, po është bërë virale kudo në TikTok edhe domethënë edhe ushqimi po bëhet trend. Buka është një nga produktet që ne si popull e dashurojmë. Jemi ata që konsumojnë më shumë bukë në Evropë, në kontinentale, jo vetëm BE. Bëjmë mirë apo bëjmë keq? Me popullsinë. Po na dëmton buka? Ne bukën e kemi të mirë për të qenë të vërtetës, si produkt, si prodhim. Nuk e kemi pas sigurt apo jo cilësor. E kemi vërtet të mirë. Dhe këtë e them me bindje të plot, me gjithë njohuri që kam dhe me gjithë njerëzit që flas me ta. Si siguri ushqimore. Bukën e kemi të mirë. Po. Pastaj nëse ha shumë apo pak, ajo është çështje nutricioni, çështje shëndetit, do të heqësh kile apo do të marrësh kile, është histori tjetër. Sigurisht sa më pak brumra është aq më mirë, po jo në raport me faktin që është i pasigurt apo jo. Marrim grurin, se ne kryesisht grurin importojmë nga vende ku merret Bashkimi Evropian. Ukraina kryesisht? Po Ukrainë, Rumani, një pjesë e vogël, nuk e di sa përqind, por një pjesë e vogël merret nga fusha Vojvodinës, është Serbia, Rumaninë e thash, marrin pra nga vende të ndryshme që prodhojnë grur. Se nuk e ku ta marrësh tjetër. Dhe nga Kanada sigurisht nuk vjen, po vjen sa për një makaron ose në sasi shumë të vogla, sepse është grur i shtret, e po ashtu edhe nga Franca vjen shumë pak. Po pse thua që buka është e mirë? Në raport me sigurinë ushqimore, flas. S'ka patur asnjë problematika. Po nuk e di çfarë mund të konsiderohet problematik në raport me bukën. Unë kam dëgjuar edhe teori konspirative që buka bëhet me ngjyrues, bukë e zezë. Bëhet me ngjyrues buka e zezë? Në dijenin time jo. Po si e arrin atë ngjyrën? Sepse ka mënyra, fillon që tek mënyra e përpunimit grurit, e bluarjes, e përqindja që i lën atë himen e vet, pra që nuk i hiqet gjithçka që dalaj mirë milli i barë si sot buka, dhe përveç kësaj shtohet ose tani nuk jam i sigurt nëse është tërshër apo elb. Që shtohet një përqindje për të dhënë për këtë bukën integrale, po thua. Integrale, buka e zezë. Unë flas gjithmonë për bukën masive. Pastaj këto bukët e qishra apo qishra në hell janë bukë luksi, është. Te furra problemi i vetëm që mund të kesh, siç po thoj, është ajo fakti që e presin me atë gjën me shumë thika, dhe ajo mund të ketë një mbetje metalike me kalimin e kohës, që bëhen më të holla thikat. Po për sa kohë merrni te dyqani i bukës jo te marketi kam pa një bukë që kishte 25 elemente. Të marketi aty ku jetoj unë. Element. Ç'do thot në këtë? Ingredient, domethënë i kam shkruca. Kishte acid folik brenda, monoglicerite, thiamin, mononitratrate, propinat, kalciumi. Miell, ujë, krip, maja, edhe mund ta bëni pa maja. Domethënë formulën e bukës e bën ngjyshja vet. E sa lekë ishte kjo buka? Buka nuk e di, 1800-2000 Furat nuk e bëjnë dot me maja kryesisht sepse me atë me brumin e ruetur sepse është prodhim më masiv. Sigurisht nëse ndodh diçka me një problematik me bukën, kryesisht ndodh te furra. Por ajo për cilën ju flisni në market ato kryesisht janë bukë për tost, janë bukë të amballazhuar që kanë një gjatësi dhe që kanë sigurisht edhe konservante për të mos u prishur buka. Unë jetën time si kam provuar ndonjëherë dhe nuk kam ndërmend ta bëj. Por në market, në disa markete gjen edhe bukë që furnizohen nga furrat ose ne kemi aq shumë furra, pallate furr, kështu që është gjëna shkosh në te marketit marrësh bukë. Por ne kemi të shëndetshme. Madje as për tost, nuk e pse ta marrësh atë sepse po janë marka italiane që kanë futur këto bukat e tyre. Ose paninet për hamburger. Jam dakord. Që kanë shumë sheqer. Një nga ato ishte me sheqer. Kanë dukan konservues, sepse ndryshe do prishej. Nga rruga e gjatë që bëjnë besoj. Po patjetër koha e gjatë është patjetër, ndaj do rrin market se ti ke bukë që mund të rritë 3 muaj pa u prekur. Në ato qese të mbyllura me atë shkrimin që kanë pasengjerë. Ka një shprehje amerikane, sa më shumë të kesh shkrimin e
etiketa që më pak produkt ke brenda. Pra janë vetëm shtesa. Kështu që patjetër që duhet jemi të kujdesshëm edhe ajo për e këtë. thikave patjetër që është problematike për shkak të atyre cifrave që mundet nga konsumi i pordiqen metalike dhe që me shaka e them her pas here mirë na e bojnë. Sepse ne e kërkojmë, sepse ti kur shkon, un kam një furrë buke në lagje dhe thotë do të prerë apo të pa prerë. Ne e marrim të prerë. Ne përtojmë ta presë vetë tash. Kështu që Na pëlqen ai procesi e makineria që unë nuk e shoh fare, vetëm dëgjoj zhurmën te priteni vetë të shtëpia, nuk e gjen gjë. Shumë perfekte janë, por vërtet është gjëna sepse edhe buka, unë kam bërë provë që buka që ti e merr të pa prerë ka një shije pak më ndryshe sepse nuk ai roset brenda gjatë ato mënyrat e holla dhe kur e pret me thik në shtëpi ka një shije tjetër. Realisht e them. Pra bukën duhet ta presim vetë. Që të jetë më e shijshme. Plus nuk bëhet afort direkt. Nuk mund ta them që po diçka duhet themi nga ky emision. Jo, unë kuptoj që do ta thuash, por nëse do ta presësh në shtëpi është edhe më e sigurt, por edhe më truaj shijen më shumë. A je i mendimit që rastet e të smurve me tumor po rriten gjithmonë më shumë edhe për shkak të ushqimeve që po ham? Statistikat janë që ka rritje. Ne fatkeqësisht nuk kemi institucione që të bëjnë kërkime shkencore pse po rriten. Mund të jetë ndikues patjetër ushqimet, kryesisht shtesat ushqimore, nitrate, nitrite, konservante, gjithçka të mundshme që mund gjejmë në ushqimet e përpunuara, mund të jenë, por nuk ka një fakt shkencor që ta bëjë, një studim. Nuk ka nga Instituti i Shëndetit Publik apo Ministria e Shëndetësisë apo universitete që ato masa që merren për biopsinë e njerëzve që rrezikojnë me tumore të bëhen analiza nga po vjen. Pra studime shkencore, jo thjesht një analizë nuk tregon gjë. Sepse mund vi vërtet nga kjo, mund vi nga dotja e ajrit, mund vi nga duhani, gjithë janë faktorë. Janë faktorë, po. Janë faktorë, por për sa kohë nuk kemi një statistikë, unë nuk mund ta them. Megjithatë janë ndikues patjetër. Dhe duhet jemi më të kujdesshëm, më selektiv në ato që ham. Produktet e përpunuara, produktet e procesuara janë gjithmonë më me risk se sa produktet e pa përpunuara. Ne nuk e dim, shumë njerëz nuk e din paktën që kur patatet që ne mund të skuqim në shtëpi kanë ato djegurat anash, ose nëse ne thekim një bukë në tost, ajo e djegura e bukës janë akrilamide që janë ato kancerogene. Ne shumë njerëz nuk e dinë që po marrin vaj palme në produkte të pa deklaruara. Dhe vaj palmës, nëse ti e merr në sasi të mëdha dhe pa e ditur mund të jetë shkaktar tumore. Sa interesante kjo, domethënë nuk duhet ta thekim bukën fort. Pjesët e zeza, sepse pjesët e zeza janë kancerogene, po thua. Çdo gjë që digjet, edhe patatet e skuqura. Edhe vezët e skuqura. Qose po të hedhësh vezë syz për shembull, cepa anësore, të skuqur fort. Pjesa anësore që është e zezë quhen akrilamide. Ato ku nuk gjenden produkte që piqen, që skuqen, ato pjesë që ne I themi djegura kërce që na pëlqen ti konsumojmë më pas here, ato quhen akrilamide dhe janë rrezik vërtet për tumore. Këtë nuk e them unë, po janë pjesë e studimeve shkencore. Ja bëjmë vetvetes. Ke një parashikim për të ardhmen e produkteve ushqimore, qoftë atyre që vinë nga toka, qoftë atyre që I blejmë lehtësisht në markete sepse janë super të përpunuara? Në ritmin që ne kemi tani flas si Shqipëri konkretisht dhe pa kthyer fare në terma politike, sa s'kam asnjë interes. Nëse do të vazhdohet ky ritëm për hir të integrimit evropian, besoj që do të kemi një përmirësim të sigurisë ushqimore standardeve. Qoftë në prodhim, qoftë në import, qoftë në tregtim, është detyrim tashmë. Dhe fatkeqësia është që këtu nuk po mendohet për ne si konsumator, po mendohet për integrimin. Janë kujtuar shumë vonë. Megjithatë, kur nuk është vonë për bërë diçka të mirë për ne. Ne jemi gjithmonë në alertë, gjithmonë ka rrezik, gjithmonë duhet jemi vetë të kujdesshëm. Vetë të kujdesshëm. Edhe ne patjetër. Pra, dy gjërat më të sigurta për të konsumuar janë buka dhe qepa e njom? Nuk mund ta them sepse edhe qepa e njom nuk të bëhet pa pesticide. Jo, ore. Pa plekimik se do të rritet. Harroje se ke gjë. Pa shpirt ka ajo, është sa e holl që është. Ajo është shpirt, po ai ka ngrënë nga pesticide. E tmerrshme. Se shpirti nuk matet me të holl apo gjatë apo trash. Varet. Shpirti varet me çfarë ka brenda. Dhe sigurisht pra nuk mund të ketë bujësi për prodhim për gjithë popullin pa pesticide. Ne po mbahemi te bujësia, por në çdo zinxhir të mundshëm. Okej. Ti nuk ke sallam pa nitrite. Mos flasim për sallamet. Nuk ke pa ngjyrues, sepse edhe mishi vetvetiu nuk rri kuq ashtu siç duket sallami. Nga çfarë bëhen këto salçiçet edhe sallamet? Se skandalet më të mëdha kanë qenë vetëm për këtë industri. Çfarë tepron? Industria e përpunimit të mishit që I tepron. Ty ta tregon çmimin. Ka dokumentar për këtë? Ty ta tregon çmimin.
Nëse ti pretendon të marrësh një sallam me 300 lekë kilogramin, me 3000 lekë vjetra, sigurisht aty ke lëkura, ke pjesët më të parëndësishme që janë hequr, një pule apo derri apo ku diun, dhe do t'i marrësh në atë sallam, se vërtet i kanë çmim. Nëse ke një sallam që është 600, 800, 1200 lekë ku diun kilogrami, se jo gjithmonë sallami duhet të jetë më shtrenjtë se sa mishi, se gjithmonë sallami ka shtesa. Ka edhe sallam më shtrenjtë se mishi. Patjetër, po varet me çfarë mishi e krahasojmë, atë që është prodhuar me mish importi, se kryesisht kryesisht, po gjithë sallamet prodhohen me mish importi. Se çmimi reflekton edhe cilësinë, sa më i lartë është çmimi i produktit. Presupozohet që po. Mund të jetë vendim marketingu. Patjetër, po prandaj thash presupozohet, nuk thash është i sigurt. Ti bëj të mendojmë sikur është më i shëndetshëm ta bëjmë më shtrenjtë. Ti ke të drejtën të lexosh etiketën. Ai nëse thotë jam 80% mish gjelli, viçi për shembull, nëse është, po e marrim të mirëqen që është 20% që është shtesa ushqimore, se do shtoj se s'bën ai. Ai sigurisht do të jetë më i mirë se sa një që thotë kam 20% mish viçi, pastaj ca kima pule, edhe pjesa tjetër janë shtesa të ndryshme dhe e ke 100 lekë kile, për shembull. Kështu që këtë ta dikton edhe çmimi patjetër, po njerëzit ka rëndësi të lexojnë etiketat. Ne nuk besoj se ka ndonjëri që lexon ato, përveç se kanë shumë të vogla. Jo, jemi gjithmonë me nxitim. Etiketën po, edhe për ushqimin që ju bëni emisione ne e gjithë për ushqimin, po. Edhe askush nuk kujdeset. Por nëse shkojmë te etiketa pastaj. Me këtë ritëm do përfundojmë duke ngrënë fare. Ato mund të jenë më të sigurta, mos e kundërshto këtë, të lutem. S'na ka ngelur sepse të kalon miu në për ato fara aty, sidomos ata që pjekin rrugë kështu. Një problem, domethënë gjëja që kam më merak nga gjitha është diçka që nuk paraflitet, se është shumica e produkteve në market të paketuara që ruhen, që konservohen kanë diçka për antimyk brenda, për kohë zgjatje më të gjatë. Dhe me të kujtu, domethënë, ose me për kudo që nuk e din, ç'a bënte Roma e lashtë 1000-1200 vite më parë. Domethënë është merrte e dinte problemin e mykut plus problemin e insekteve që kanë për shembull të gruri, edhe donin me rujt grurin nga herë deri vitin tjetër. Kështu që e fusnin në një dhomë edhe digjnin kasht. E mbyllnin dhomën, e digjnin kasht për 2 ditë, 3 ditë, dhe pastaj hap xhamat, nxjerr ajrin, tymin jashtë, domethënë, dhe pastaj e bën në një sit grurin dhe dalin insektet, dhe pastaj e vënë në një dhomë të thatë dhe nuk zë më myk. Kjo është metodë që e kanë përdorur para 1200 vitesh, se kishin shumë importe, eksporte për kohën. Të pa zhvillum, domethënë sot e kësaj dite ne I vendosim diçka për shkak si parabena, po mund të jetë me shumë formula të ndryshme për antimyk. Dhe thjesht me logjikën time, domethënë myku është diçka që është supermeni I kësaj bote, domethënë kopurdhorët. Myku han laptopin, domethënë myku është pa që han lavë, myku han material radioaktiv nuklear në Chernobyl. Kanë gjetë një lloj kopurdhe që ushqehet me material nuklear. Kjo gjëja, domethënë që hedhin të ushqimi që ham ne, nuk e han myku. Por pa han njeriu. Domethënë thjesht me logjikë. A jemi më të fortë nëse myku? Ne jemi më të fortë se myku. Sigurisht më javë, po, produktet që historia e grurit që thatë ju apo e drithrave me Romën e lashtë, s'ka të krahasuar me historinë sot qoftë nga shkëmbimet tregtare, prodhime etj, por dhe në fakt nuk ka stok. Sot gjendet vërtet grur, por nuk ka stok. Sepse konsumi, prodhimi në zona caktuara dhe konsumi është I menjëhershëm dhe nuk mund të ketë aq stoqe, por çdo produkt që që qëndron në një vend prishet. Nga myku kryesisht, por edhe problematika tjetër. Kosi që kam në frigorifer. Prandaj, pse gjëra zë, aty është ka 2 muaj. Ka 2 muaj. Është më antimyk më. Do thotë që ti si ke provuar, se ndryshe do kishe mbaruar për 2 muaj ishte kos. Kam ngrënë, është nga mesi, po kam lënë dota nga dhjetori. Po mirë s'ka gjë. Nuk di ata. Do të bëj djathtë deri aty. Na sjell dot nesër me termos. Po more. Po na sollën me. Ta provosh. Okay. Me termos, jo në temperaturë. Do të sjell një koli. Jo një koli, ti kam I shishet nisur në shtëpi. Po tani jam mora dorën, e di çfarë kosi duhet të blej. A hanin më mirë shqiptarët në komunizëm apo tani? Sigurisht që jo. Në komunizëm s'pari luftoi për të pasur, për të mbushur barkun. Sot kemi mundësinë edhe të zgjedhim. Nuk mendoj fare as për peshk apo mish peshku, apo të zgjedhim pul, fileto, mozzarella, ku diun se çfarë. Në komunizëm, shumica e popullsisë ishte në mbijetesë. Mbushim barkun, shqyr po prodhojmë, se çfarë prodhojnë nuk e di, dhe do t'ju tregoj një gjë timen pastaj personale kjo. Por të them vetëm një moment te pjesa juaj. Ju besoj e dini që turshit kanë konservant. Çdo produkt që jeton gjatë, që duhet jetojë gjatë ka konservant. Kështu që nuk ka qumshti as kosi juaj, se është hyn te produktet e freskëta që konsumohet shpejt.
por sigurisht produktet kanë konservant. Nuk janë të mira për shëndetin, por jo gjithmonë e kemi mundësinë ne edhe askush të ketë vetëm produkt freskët. Kështu produkte ajo që po ju thoja unë, historia është që kur kam qenë fëmijë në fshat, ky ishte nga qefi, nuk është se kishim mundësinë aq për atë gjë, po kur ktheheshin darkë tufat e dhive të kooperativës, ishim fëmijë të vegjël atëherë, kapnim siset e dhive, i shtrydhim kështu drejt gojas. Dhe kërcet e pipi qumshi shumë. Qumshti më i freskët i mundshëm. I pazier. S'kisha frikë nga salmonela atëherë. Kush e di çfarë, në shoqëri që e gjej dha qumësht. Po çka kemë fermerët sot pastaj që shesin? Jo, s'kam asgjë. Por fermeri atëherë tek tufat e kooperativës kishte një mjek veteriner dhe një zootehnik që i kontrollonte ai fermeri dhe ky që na e shet qumshin e rrugës nuk na tregon atë historinë që u përmenda më herët, nëse i ka dhënë lopës antibiotika apo e ka të smur apo me mastitin e gjirit e tjera. Kështu që ato dhi që ne i kapnim ishin sa pa ardhura nga mali. Sot nuk kemi ku gjejmë as dhit, as lopët, as cicat e tyre. Të gjitha i gjejmë, po jo në qytet. Ka, ndoshta jo numër sa. Në Australi, po. Por jo, edhe në periferi ka. Diçka të fundit për ta mbyllur, çfarë do doje që shqiptarët ta mendonin një herë kur flasin për ushqimet? Unë do doja që të mendonin shumë, do doja që të mos rrinin vetëm rrjetet sociale kur bëhet fjalë për siguri ushqimore, por së pari të kontrollojnë atë çfarë ata çojnë në shtëpitë e tyre, të përpiqen të blejnë në mënyrë të sigurt dhe në vende të sigurta. Të mos hedhin rrjetet sociale një produkt të skaduar apo kryesisht skaduar, se tjetër gjë nuk kanë çfarë bëjnë, se nëse të rezulton produkti me myk thjesht masi shkon në shtëpi, po të paktën të hapin syt market për atë çfarë çojnë në shtëpitë e tyre. Të shmangin blerjet online për produkte ushqimore. Po sepse ti nuk mund blesh një mjalt, ku diun manuka, nuk e di se çfarë janë 1 milion lloje që shiten në internet, ta blesh te një shitës që nuk e di kush është mbrapa ti. Se pastaj kemi edhe ca mjalt për kështu potencë seksuale, e kanë shumë mirë atje e marr. Mjalt gështenje. Jo vetëm gështenje, edhe shumë lulesh, edhe të ndryshme. Ç'ishte ky mjalti për si ishte kjo? Her pas here mund të keni dëgjuar mjalt afrodiziak. Ose keni pa lajme që i pushoi një 65 vjeçar zemra në hotel. Duhet kishte mjalt. Mund të kishte marrë nga ky mjalti që shitet si mjalt, por në fakt për shembull në Itali janë arrestuar njerëz për këtë, është bllokuar sepse ka përmbajtje të tij, në ti, kjo është mjalt laborator, sigurisht nuk ka kalu fare nga pletët. Bën arterien e zemrës kaq. Ka zemra si V12. Po jo, vërtet, është e vërtet që ky që shitet edhe sot në Shqipëri edhe në Kosovë apo edhe në rajon, në rrjetet sociale në Facebook, është mjalt për potencë seksuale dhe kjo është vërtet serioze dhe risk. Ka lëndën aktive të Viagrës e ka të futur brenda. Brenda në mjalt. Po, brenda në mjalt. Dhe ai që e merr si dhe konsumon dhe që mund të ketë probleme vërtet kardiake, mund të shkaktojnë fare. Po ndoshta ka ngrënë me lugë gjelle. Unë nuk i kam provuar. Ose emocionu shumë. Kishte kohë, po. Të gjithë janë faktor, por mos është për lyerje doktor. Jo për konsum. Shiko, për sa kohë nuk i kam provuar, nuk di ta them, po për sa kohë është mjalt zakonisht nuk është për lyerje, konsiderohet mjalt, se nuk është mjalt, është për konsum. Dhe në Itali ka pasur një aksion shumë të madh, sepse është mashtrim njerëzish, njerëzit që kanë probleme me zemrën, vërtet mund t'ju shkaktojnë infarkte. Dhe ka ndodhur edhe në periferitë e Shqipërisë apo në Kosovë, njerëz të moshuar që e marrin këtë sepse janë gënjur nga ai mund të ketë edhe efekte për shkak të përmbajtjes Viagrës, pa deklaruar, ju ka pushuar zemra në hotel. Dhe në Itali vërtet janë arrestuar, sepse ky vjen nga Turqia, në mos gaboj. Janë arrestuar njerëz, janë bllokuar sasi shumë të mëdha, sepse njerëzit duhet ta dinë çfarë po marrin. Pra nëse dikush kërkon një Viagra në farmaci, do të shkojë presupozohet me recetë mjeku. Sepse për të mos pasur për efekte anësore për njerëz që vuajnë nga smundje kardiovaskulare. Po nuk do të besoj. Sigurisht nuk ndodh, po nuk e besoj, por në rasti konkret është i vërtetë. Kujdes ju që porosisni shumë mjalt. Paktën pas ka ikë i lumtur, ka njerëz që ikin pa lumtur. Jo, unë porosis. Ka ikë lumtur. Unë marr mjalt në tropoj që thatë ju, po nuk është as i paketuar. E mbyllim këtu. As me përballje të tillë. Ishte informacion shumë interesant. Është vërtet risk shumë serioz problemi i ushqimeve që shiten online. Sinqerisht, dhe kjo është shumë serioze. Edhe rasti konkret, edhe 10 produkte tjera dhe mashtrime, sepse tani ne shohim edhe mjalt normal,
që shitet në internet që thot 5 euro kilogrami. Po, është ujë me sheqer. Ose mjalë që vjen nga Kina me $2 vjen maksimumi këtu në Shqipëri. Kam përshtypjen shqiptarët kanë ato vendet e besuara ku i blejnë, vendet e origjinës tyre. Po aq bukur i reklamojnë sa që vërtet. Dhe nuk është se konsumojmë më shumë mjaltë ne. Nuk është, është një me peshkun. Unë konsumoj 20 kg në vit. Po, është mosha tani, Granit, por... Jo, nuk ishte nga ajo me përmbajtje të rrezikshme, po mjaltë nga që tha nga tropoja i mirë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të të kishim. Tema shumë e gjerë, ndoshta e trajtojmë edhe në një moment tjetër. Faleminderit. Okej, largohemi ne. Besoj mjafton. Me përshtypjet më të mira, takohemi në episodin e radhës të Mendoj një herë. Natën e mirë.